E di që një ndër temat thelbësore është paga 13 për sektorin publik, edhe nuk e kam plan me ik prej gazetarëve, po e kam plan me adresu çështjen që mendojone. E para, rroga e 13 për sektorin publik, për 80.000 njerëz, nga kjo qeveri as nuk ka qëllim me zbut varfënin, as nuk ka qëllim me ul pabarazin, është vetëm një veprim që ka buru prej zotimit paraelektoral dhe që duke ditë që potencialisht mund të shkojmë zgjedhje, mund do të ketë një ndikim në votë sektorit publik dhe mund të ketë një ndikim në zgjedhjet që mund të vinë. Ajo që unë sot i thëmë të gjithë antarëve të kabinetit qeverisë është marrë mja shpërnda pagën e 13 sektorit publik e mos me i shpërnda edhe mos me ndimu asë kënd në sektorin privat. Sot mendja e njerëzve që kanë një tru integritet e marrë është taj punëtori që është në ndërtim të arisat, taj mjeshtri që është skele, taj zoja që është në kasë, supermarket, është tek ju gazetar që punoni gjithë se cili për ju është mbi orarin 8 orësh. Mendja është tek ju. Tash, pyetja tjetër që dikush që më dëgjon edhe ju si gazetar kishim me thonë, e ju Aleonca, ti çka do me bo me rrogën e 13? Çfarë do veprimit që e bën Besnik Tahiri me qëtë rrogë 2013, as nuk më varfënon ma shumë, as nuk më pasunon ma shumë. Po mundet me u po në dy perspektiva. Te ata që thujnë, që kë kështë bëbëj diska për edhe rrogën e 13, se këta janë politikan e janë të pasun e janë kështu e ashtu, pra për kësaj perspektive, ose për perspektive të dhe vesh me shujt me ik e me maj që të parë. Unë thëmë kështu, Qeveria Republikës Kosovës urgentisht duhet merë veprime për punëtor që janë sektorin privat. Duhet dalin të nga tregojnë se çka do të bojnë për gratë edhe burat që sot me shumë të drejtë janë të mërzitur edhe urrejnë se cilin prej njerëzve që pej 80.000 njerëzve se janë të marrë rrogë pa merit, ku burë me rrogën e 13 pa bosen. A kem lyp? Jo. Qysh ka ardhë? Është zotim zgjedhor elektoral. Mas e ke po zotimin zgjedhor që mund bën diçka për sektorin, bën edhe për ta. Pro kërkesa jonë është kjo. Ne kem diskutu këtë çështje. Jo ma largë se dje. Dje kem diskutu në subjektin të politik partit. Çka dojna me bo? Qysh dojna mu sill? Se s'ni është mirë. Dhe duhet me po në çfarë forme çka do të bëjmë. Se zyrtar publik Aleonca për hir zvërtetës i ka 6 deputet. Edhe i pas ka 5 kryetar komunash. Në krejt pushtetin, qendror, e vendor, e lokal, i pas ka 19 njerëz. So gjysa veçe qeverisë Kosovës. E mos harroni që janë shumë njerëz që janë sot mërzitur. Është ngushllak i madh me dalë me folë për këtë temë, po kërkesa jonë është kjo që thash. Qeveri vepro për sektorin privat. Ju faleminderit. Shka do që të pojone një pjesë e njerëzve për në qekë. Unë e vokë në pamesi, e konfinalat, me boftan, me bashurëtan, regullit. O si qesën televizor, se qesën televizor që nga e këna një mund në timin e gjallës. Se qesën televizor për i rovitra. Se qesën televizor në shtatë, djera në mund, se to dojtë për zotin,